nuk ka pas investime që gati 30 vjetë. Rrugtimin po e fillojmë gjeografikisht prej Rrafshit, para se mund gjitë në mal. Hotelet që janë më së afrit qytetit të Shtërpsis janë Narcisi, dikur hotel me 5 yje, edhe Breza përballë Narcisit. Aty na pret Kreshnik Mehaj, i cili që një vit është koordinatori i AKP-s për Brezovic. Hotel Narcisi është ndërtu në vitin 1984, është aset i ndërmarrjes shoqërore Inex. Sa dhoma i ka? I ka 147 dhoma. Shumë kohë ka qenë edhe jashtë përdorimit? Po, realisht Narcisi ka funksionu si hotel, edhe pse jo me kapacitet plot deri në vitin 1998. E mas luftës? Mas luftës është përdor për banim nga disa pjesëtar të unikut. Tash? Është jo funksional. Krejt jo funksional? Është përpos disa zyre të administratës që i kemi në këtë pjesën lartë këtu, edhe sala e dasmave. Gati 150 dhoma rinë jashtë funksionit. Kallëzon pse nuk funksionon? Është mjaft i dëmtuar. Aktualisht nuk kemi mundësi me e vënë funksion si hotel. Me ofru dhoma, sepse janë shumë dëmtuar. Nuk ka pas investime që gati 30 vjetë. Sa hyje i ka pas kjo hotel kur është maru? Mua armenja që o dasht me qenë këgjar nalti rangu me hyje, sepse ka qenë i pajisun me të gjitha që duhet mi pas një hotel modern dhe luksoz. Kjo është bazeni i brendshëm i hotel Narcisit, i cili ka qenë në shfrytëzim të mysafirëve të hotelit. Do 98 sve bilo puno. Sve je bilo puno, do 98. godine. 2002. 2003. Već je počelo da ima malo problema. 40 godina radnog staža. I sve ovde. A kako je bilo? Kako je bilo ovde, mislim? Ovde je bilo, tražilo se mesto više. Ovi ljudi dolazilo sve, što bi se reklo, onaj vrh tih ljudi koji su bili od sportskih ekipa dolazili na pripreme ovde u sportsku salu, radio bazen.